Banorë dhe aktivistë në Lezhë kanë protestuar ditën e djeshme kundër fabrikës së përpunimit të mbetjeve me origjinë shtazore, e cila ndodhet në lagjen Skanderbeg. Qytetarët u mblodhën në qendër të qytetit me pankarta në duar, marshuan drejt fabrikës duke shprehur shqetësimin e tyre ndaj ndotjes. Ata thanë se era e rëndë dhe ndotja nga fabrika po ndikojnë negativisht në cilësinë e jetës dhe shëndetin e komunitetit, duke e cilësuar të pafalshme heshtjen e institucioneve vendore dhe qendrore ndaj kësaj situate. Ndërkohë, përfaqësues të fabrikës pretendojnë se po respektojnë të gjitha rregulloret mjedisore dhe se ky subjekt nuk krijon ndotje në mjedis, ndërsa qytetarët paralajmëruan se nëse nuk merren masa, do të vijojnë protestat. Kjo nuk është hera e parë që banorët e Lezhës ngrihen në protest përballë fabrikës në ish uzinën industriale të Lezhës, e cila riciklon mbetje shtazore që nuk dihet ku përfundojnë, ndërsa banorët shprehen se teknologjia dhe filtrat e vendosura nuk përshtaten me zonat të banuara. Si rrjedhoi, rreth 200 familje jetojnë prej më shumë se 3 vitesh në ajër të ndotur dhe erë të padurueshme për shkak të përpunimeve që bën fabrika.